më shumë nuk i shërben Partisë Demokratike për t'i thënë shqiptarëve që shiko, neve po bëjmë diçka. Më shumë është për të harruar çështjen Balluku, për të shkëputur vëmendjen nga çështja Balluku, për të Si e kontrollon Balluku Partinë Demokratike kur Gazmend Bardhi ka çuar 13 kg prova, a 23 kg prova? Është i vetmi që ka bërë betejën Partinë Demokratike, është i vetmi i cili ka luftuar përballë Balluku dhe në zgjedhje, ka luftuar edhe tani. Unë të tjerë nuk kam parë që të bëjnë, unë kam parë të tjerë pas Pilafit, po, kam parë Belind Kolliçin që del pas Pilafit, pasi Belinda Balluku dhe të tjerë kur ne bënim si ky televizion, si unë personalisht, kur kemi bërë betejë me të vërtetën për Belinda Balluku, kemi thënë fakte që të tjerë nuk i thoshin, i merrin përsipër t'i thoshim, që koha dhe spaku na dha të drejtë, tani dalin dhe zëra të tjerë që bëjnë sikur bëjnë opozitën dhe sikur i bëjnë luftën ndaj Ballukut, por nuk po e bëjnë. Unë mendoj që sot Partia Demokratike, për mua, nëse do të rrëzoj Ramën, është si ai si piramida, i rrëzove bazën, bie edhe Rama. Zotëri, iku Veliaj, po, rrëzoi dhe Ballukun, ka rënë Rama. Pra duhet përqendruar e gjithë aksion. Po patjetër sepse unë mendoj kemi parë që ka ikur Rameta, ka ikur ministra të tjerë, ka ikur Semir Tahiri, ka ikur Ilir Beqa, ka ikur mësër ministra të rëndësishëm dhe Rama nuk ka rënë. Kjo është komplekse gjë në vetvete, sepse unë ta shpjegova se cilat janë simptomat që vuan sot partia që derdhjet në shtrat i pamundur trupi i Partisë Demokratike. Është që nuk kanë gjetur insulinën e dur për ta ngritur në këmbë. Cila është insulina? Besimi te shqiptarët. Pra janë njerëz të pabesueshëm te shqiptarët. Aty ka sot një turbulencë që po vjen nga figurat e reja që po kërkon që zoti Berisha ta zgjojnë nga gjumi. Kërkojnë që t'i thonë nuk jenë rrugën e dur, por kjo është në një fazë përpjekje. Unë mendoj që në Partinë Demokratike sot Sali Berisha nuk e kontrollon mjaftueshëm Partinë Demokratike, e kontrollojnë të tjerë njerëz. Dhe unë mendoj që Partinë Demokratike sot më shumë e kontrollon njeriu numër 2. Pra, sot zoti Berisha ka shumë. Mendoj që e kontrollon Flamur Noka më shumë se zoti Berisha. Pra, unë mendoj në shumë ngjarje, në shumë sekuenca dhe në shumë lëvizje brenda Partisë Demokratike, zoti Berisha nuk është në dieni. Pra, i ka dalë nga kontrolli partia. Prandaj zoti Berisha duhet mbajë një qendrim lidhur me fatin e së ardhmës. Zotri, nëse ne do arrinte pyetja, duhet të them disa fakte më shumë. Po, duhet ridimensionim i udhëheqjes aktuale të Partisë Demokratike i gjithë leadershipit. Zoti do zgjidhet po. Ik zoti Berisha, qëndro president nderi, qëndro kryetar nderi, vendos të zgjidhet kryetari i ri me gardë hapur dhe të vendosë marrëdhënie me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe në këtë moment unë mendoj që nuk jo Europën përmendje Edi Rama, se shqiptarët jetojnë këtu, po dhe qiellin edhe diellin t'i premtoj shqiptarëve i ikën një orën parë nga pushteti. Nëse bëhen këto lëvizje, pra, zoti Berisha merr përgjegjësi politike dhe lëviz nga pozicioni ku është aktualisht. Pra, e lë një kryetar të ri, shqiptarët afrohen te Partia Demokratike. Shqiptarët besojnë te Partia Demokratike. Por në këtë gjendje ai thotë, këtë votosh i tha, janë bërë ta mfal për shprehjen kashte koqe. Dhe kjo është opinioni që kanë shqiptarët e Partisë Demokratike, që janë njerëz të cilët nuk janë në gjendje që të bëjnë alternativë. Ndërsa rikthehem tek ato detaje që ngrite. A është momenti që demokratët apo të dalin sot në terren pa bërë analizë? Në momentin që ti nxjerr njerëzit e dur, unë mendoj që shqiptarët afrohen. Çfarë do të them njerëzit e dur? Sot u besua që u shkarkua Belind Kolliçi nga kryetari, nga drejtuesi i qarku Tiranës, u emërua Elir Ali Mehmeti. Zotri, pati një super organizim, një super afrim të njerëzve në atë mënyrë që u ngjall shpresë dhe në sondazhe Flor Binaj, zotri, doli me 42%. Pra ja kur ka njerëz të rinj u bë ka gjëja. Ja kur ka njerëz të cilët përpiqen. Sepse ne e dim që uji kur qëndron në vend bëhet moçal, bëhet knet, nuk mban erë të keqe pastaj. A zgjidh dot Partia Demokratike këtë problemin që ka me protestën e sotme? A mundet që të ngjall shpresë me protestën e sotme te qytetarët, apo do të prodhoj efektin e kundërt për shkak të, nuk e dim, po për shkak të pjesëmarrjes? Në mendimin tim, në opinionin tim, është një lloj mekanizmi që nuk prodhon më asgjë të re për opozitën, nuk do t'i japi atë alternativën publikut, pra nuk do t'i zgjoj konceptin se ka një alternativë, se kjo alternativë sot po zgjon, po themi, gjallëri dhe që këta të ngrihen dhe të shkojnë në shesh. Po e bën këtë protest kur nga kjo që ne po themi, asnjëra nga skenarët nuk e favorizon Partinë Demokratike me këtë protest? Po, të thash pra, ose kanë dështimin e PR-it, që nuk kanë më dikë të brendshëm që t'i udhëzojë se kush është rruga e duhur për të shkuar, dhe mënyra vetme për të konsideruar alternativë frymëzuese është ridimensionimi i brendshëm. Nëse një parti nuk ka ridimensionim të brendshëm, nëse njerëzve nuk i thuaj që nuk do të jenë më këta që do të qeverisin, këtu do të zhbëhet elita, kasta e vjetër, dhe ne do të sjellim frymarrje të re. Dhe frymarrja e re të vinë figura që ne e pam nga 11 maj u vlerësuan brenda PD-s, dhe duke i parë këto, kështu bëhet rezumeja, kështu bëhet analiza.
analiza. Ne ulemi dhe shikojmë kush janë pikat e forta, kush janë të dobtat. Përpiqemi të shmangim mëshimin e pikave të dobta dhe dalim me pikat e forta në mënyrë të tillë që publiku thot po kjo parti po lëviz, po qarkullon, Moçali nuk është më, po filtrohet dhe po vjen ujë pastër dhe ky ujë pastër do të bëjë qarkullimin e gjës, por sa e don Partia Demokratike këtë? Më duket sikur gati opozita nuk don më të vinë në pushtet. E ka lënë dorën e lirë, t'ja lëm janë të dorëzuar, pra. Dhe mbase e din që është vetëm Rama që mund ta çojësh Shqipërinë në BE. Dhe ky është fakt. Dhe ndash ta mohojmë edhe ta trajtojmë si të duam, por i vetmi sot vizionari që mund të arrijë këtë lloj synimi është vetëm ai. Pra, duke mos patur alternativë dhe duke mos patur opsion. Dhe ndërkombëtarët vizionar që mund të kenë qëllim integrimin në Bashkimin Evropian. Po, për shembull, brenda PD-s ishte edhe zoti Shehaj në një farë mënyrë që ka një lloj pëlqyeshmërie te publiku, po nuk e donte lideri i PD-s dhe e distancoi, u katapultua, bëri partinë e tij dhe sot prap ka përplasje dhe pakënaqësi mes njëri tjetrit sepse janë në parti politike duhet ketë një lloj heqje dorë nga ego për të shkuar tek ajo më e mira e përbashkët. Dhe ndodh që brenda opozitës nuk ka heqje dorë nga ego personale. Aty ka vetëm përfitime ambicioze të gjithë secilët që duan të kapin një copë apo duan të pozicionohen diku. Dhe kjo nuk çon në riformatim, kjo çon në bashkëqeverisje. Ne po shohim që në pozicione caktuara po emërohen zyrtar apo individ që kanë drejtuar brenda PD-s. Dhe pse po ndodh kjo? Po ndodh sepse këta njerëz janë të ndoshta edhe të lodhur edhe për të marrë fidekun me gjithë luftës që kanë bëjnë kompromisin. Sepse në politika vetvete është makiaveliste, njerëzit e kanë tendencën që kur rrin gjatë po pra, këtu jemi makiavelizmi kjo është që ti rrin aty në një kohë të gjatë dhe në një pikë të caktuar bëhesh i korruptueshëm. Si do të marrësh përfitimet e angazhimit tonë? Ronaldo, Partia Demokratike bashkëqeverisje e dëgjova termin.